si të mallët e dentistë. Nuk e di, të gjithë e din këto që kur ke një dhimbje, për shembull dent të malla, edhe shko te dentisti, pikërisht kur shkon atje po shon dhimbja. Edhe unë po flisje me një mik nga Shqipëria, nuk arritëm të flasim, të komunikojmë e të dëgjojmë qartë një fjalë se po binte shqiu, si kemi thone me shtoma, edhe sa po e kemi myll, u hap koha, u shoj shiu, sa po e myllëm telefonin. Por vëllezër e motra, që kjo qeveri shtrigash që kemi ne, të ishte kaq e përshtirshme, nuk habit njëri, por që t'jenë këto mediat, gazetaret, stacionet e televizionet, të jenë kaq të korruptuar dhe kaq, nuk gjej fjalën, do mundohem mos flas, mundohem shpesh mos shaj, mos shkry, po si të lidh, si thon, si kam harru fjalët, sa harroj fjalët e urta, sa keq më vjen, po harroj çdo ditë fjalët e urta. Nuk e di është nga që si kam përdor, edhe du të vim, apo është koha e pleqërisë tash po mikër ajo. Janë lidh, është një fjalë si prekës, si me prekës, si këtë, po si e themi me një fjalë tjetër, po nuk doja të thoja të si mish e thu, me qeverinë se t'inglon jo shthyse, jo poshtruese, për është diçka me brek, po si t'jenë të lidhë në këtë formë me qeverinë, pash një lajmë para se të nisën, para se dal nga shtëpia. Ashtu isha flajme edhe në shpejt e shpejt, lej punën që po bëj, aty në kompjuter dhe me nëzitim, kur po hajni diçka, e shfrytëzojt moment që të gjoj çka ka ndodhur në Shqipëri. Edhe çfarë qova në lajme që alarmante, që e pabesueshme, se si një kanal televiziv gazetaret e poshtrojnë vetën deri në atë mënyrë jo profesionale, që jo vetëm nuk japin lajme, e bëjnë bëjnë propagandë, dogma, por e bëjnë me falsitet, me shpifje, me distortion, ku i thonë që e keq interpreto, po jepnin lajmet, edhe thoshte kjo kurva, kjo zvaranikja e Top Channel, protesta tha, nuk po vazhdon tash ti tha protestën vetëm në shesh, por tha kanë fillu tha edhe kanë hap makineri kështu profile falsa dhe po sulmojnë turizmin, hotelet në përgjithësinë shqiptar që të keq interpretojnë, të keq se thanë të përcjellin një imazh të keq për turizmin në Shqipëri që dëmton Shqipërinë. Edhe pastaj del edhe një polic, një shkërdhat tjetër në shërbim të këtyre shpifjeve, këtyre makinacioneve, këtyre pisliqeve, edhe tha edhe polici, janë kriju shumë profile falso, edhe ne po i hetojmë, disa janë me emra të vërtet, por shumica janë false, por po i hetojmë. Shikojeni vëllezër e motra. Edhe në fund do t'i zbulojmë të lajmeve, dëgjojeni, e keni një lajmet e sotme, Top Channel, lajmet e fundit, ato kanë shumë, ato japin mëngjes drejt darkë, por shifën e një nga këta që është alarmante. Të arri, për shembull gazetari, të bëjt thotë që këto nuk po e bëjnë më luftën shesh, por po e bëjnë tashti edhe me këto profile false në internet, edhe po sulmojnë turizmin, kur akoma dhe sot e kësaj dite vetë shteti thotë që ne nuk e dim akoma, po i hetojmë, kur askush nuk e di mër deri nonën nëse janë rivalet e vetë fjallavje, ai hoteli për Bri, që është më hotelin që thotë më shkoni dhe ky hotel, e bën për interes, në qose janë, që e ka bu për intereset e veta, biznisin, që më shkoni dhe filan hotel, e pagun farafisin apo punëtorët e vetë, aty, ne nuk e dim këta,
si guxon kjo shkordhat e ky kanal televiziv Kurv të dalë në shërbim të qeverisë, që ndoshta dhe qeveria po mashtron këtu, se deri më sot unë shoh ato djemtë dhe vajzat e unë i shoh në rrugë që protestojnë, nuk e shoh me maska. Me maska janë këto klyshtë e Edi Ramës që dalin e më shajnë mua çdo njeri me menone, me bab, me emra falso, jo protestuesit, po si guxon një kanal televiziv të paktën të thotë që qeveria thot kështu, policia thot kështu, por nuk kemi organe kompetente të pamvarur që të vërtetojnë, përkundërzi, policia vetë thot që ne nuk e dim kush janë. Po shifsat poshtër që janë. Si munden këto t'jenë gazetarë? Si munden këto t'jenë profesionalistë? Që dali gazetari dhe thot protesta nuk është më në shesh, por protesta të shi ka fillu luftën kibernetike për më shkatru turizmin në Shqipëri, edhe po thonë shpifje për hotelerin në Bregdetin e Durrësit apo të Vlorës, që nuk janë të vërteta edhe janë të falsifikume, kur policia thot nuk e dim kush janë. Ka pën e nonës që gazetari nuk duhet të pranoj kur i thot shteti, do të thot që nese kemi vërtetu akoma, edhe do të i kërkoj ma jep të vërtetoj ku e vërtetove ti që këta që po japin këto, në qose e në të vërteta, edhe si bën këto padronozhisët e Ramës në për ato labirinthet e vetë, në për bodrumët e veta, këto fliqësit, po edhe po t'jenë të vërteta. Na jep dokumente, na jep provat, kush është arrestu, edhe kur e kalon protestën, që pas ka shku dhe që ka morë dhe protest del nga hapët kë. Në protest protestuesit del nga hapët pa mask. Por atje në ndhe shkoka me emra falso, me sëlmu bizniset. Protestuesit morë deri nonën e qeverisë dhe kësaj shkardhatës, kësaj kurvës, që s'ka sy e faqe thua dhe? Që jep rrenat të tillë që gazetarit nuk ja lejon profesioni. Mirë etiketa që këta s'kan etiket, që janë shura e pilla me që quhet infekcion, këto kurvat e top channel që flasin të tilla lajme në bazë të falsitetit në vend që dhe kap qeverin për gjoksi, të thot me jep provat para se të jep të lajm, po të paktën thuje qeveria thot kështu, po s'ka as një burim që e vërteton që janë protestuesit, edhe bile polici vetë kë shkordhata që është pati në intervistë thot, ne nuk e dim kush janë po jo atojnë. Kurse kanale televiziv thot protestuesit po e bojnë këta. Jepi hall, kjo është media, këtyre u do qinona, këtyre shurrove, këtyre haleve, edhe thonë pastaj që pse i përzejnë me shqilmën nga protesta, sidomos këto të top channel. Ato t'i shkelin me kom, se këto e bëjnë të mundme. Këto e bëjnë të mundme qeverisin e këti shkordhatës, këti kriminalit, e turpshme. E turpshme si thonë vetës gazetar, këto rroda kurvësh, sa më gjoka ju përshnet.